Disa që si më koni sigurt, si më përgjigj. Që se kom ditë komplet, si më përgjigj. Cili është emri i vërtet i Nën Terezës, fitues së çmimit Nobel për Paqe? Çfarë produkti ushqimor hidhet çiftit të sapo martuarve për prosperitet? Oriz. Diçka me nej grek filozof se kam iden. Sa vjet zgjat një mandat prezidencial në Shqipëri? Pesë vjeçar. Po them lumin drin. Cila stiliste franceze shpiku? Po pra, cila stiliste franceze shpiku fustanin e zi të shkurtër, Little Black Dress, dhe parfumin e famshëm No. 5, Coco Chanel. Aq ngjyra ka ylberi? 7. Drejtori sportiv i Milanit është shqiptari Igli Tare. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? – 2007. Luan aktualisht me Sunderlandin në Angli, kapiteni kombëtares së Zvicrës me origjinë shqiptare. E kisha më në trumër dreqin, djali mirë boll. Ai Arsenalit. O zot kur të bllokohet truni. Gjaka. Kush e ka shkruar poemen La Huta e Malësis? Dëri me më kap si malësortash, se kam iden. Sa shtete ka SBA-ja? 52. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel me mjekësi në vitin 1998? Next. Cila markë luksoze franceze njihet për çanta Birkin dhe Kelly? Next. Cili balerin shqiptar u bë famshëm në Itali përmes programit televizior Amici? Next. Cili planet njihet si planeti i kuq? Mars. Cila këngëtare e lindur në Prishtinë ka fituar disa çmime Grammy dhe ngjihet për vitet New Rules Levitating? Dua Lipa. Cila markë italiane ka si logo kokën e Meduzës? Versace. Sa vite ka një shekull? 1, 0, 0, 100, 100. Cili stilist spanjoll njihet për kputucet me taban të kuq? Zero të fashion.
Next. Që luan rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymzuar nga moda, është Anglezja. Ajo me që ka kene martu me atë. Ajo plaka. O, zot. Ajo ma thënjoshja. Next. Cila këngëtar me origjinë shqiptare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna? Rita Ora, hajde. Personazhi i prallëve që vesh këpucë kristali, Frozen. Kush janë dy vëllezër shqiptar që u përballen me njëri tjetrin në erën 2016 duke luajtur për kombëtaren Dy Gjakat? Në cilin kontinent ndodhet Egjipti? E frikshme kjo, Afrika. Artisti famshëm amerikane që interpretoi këngën Diamonds Are Girl's Best Friend, duke u bërë ikon e stilit. Next, fashion, muzik, next. Piktura famshme Leonardo da Vinci, Mona, nuk je ti, Monika, Mona Lisa. Cili film i vitit 2023 shkaktoi një trend global të modës me ngjyrë roz? Next. Kush ishte mbretëresha e Egjiptit të lashtë e famshme për Romën? Kleopatra. Cila ditë e vitit njihet si dita e gënjeshtrave? 1 Aprilo, 1 prilli. Cili sport njihet ndryshe si tenisi i tavolinës? Table tennis. Pra, si quhet në shqip se di, table tennis. Si quhet vëlla? Ping pong. Perimja që i bën njerëzit të çajnë kur e presin? Çepa. Kur e presin, çepa vëlla, çepa. Njësia monetare, zyrtare e Anglisë, British Pound Sterling. Kush është autori i romanit Generali i ushtrisë së vdekur? Next. Këmbëtarja shqiptare e futbollit kualifikuar për herë të parë në cilin kampionat evropian? Këmbëtarja shqiptare e futbollit kualifikuar për herë të parë si në cilin? UEFA më dha, UEFA. Mos po thu për vitin. Këmbëtarja shqiptare e futbollit kualifikuar për herë të parë në cilin kampionat evropian? Në vitin 2025 u shpall zyrtarisht pasuria e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s. Cili instrument muzikor që përdoret në veritë të Shqipërisë? Lahuta? Po e përmend haj. Sa shenja ka? Sa shenja horoskopi ka? Kjo është e bukur. 12. Cili vend njihet për shpikjen e picës? Italia. Cila kafshë njihet si mbreti i xhunglës? Luani. Cili është kryeqyteti i Japonisë? Tokyo. Çfarë do të thotë shkurtesa e në anglisht e teknologjisë? Artificial Intelligence. Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Korabi. Eposi shqiptar njihet si eposi i? Eposi, qa është eposi vëlla në Shqip? Eposi shqiptar si jetë një eposi i? Eposi i lartë. Qa di unë qa eposi vëlla? Se din Shqip. Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote në futboll? Brazil. Një herë në sa vjet bëhen zgjedhjet parlamentare në Shqipëri? 4 vite. Në cilin qytet ndodhet muzeu Louvrit? O zot, hajde, po them Louvrit. Hajde, po them qatë mund ty, Gjirokastra, që di unë. Sa gjyra ka flamuri i Gjermanisë?
Verd, bard, zi. 3. Cila gjudiste nga Kosovë fitoi medaljen e parë të artë për vendin e saj në Rio? E di, e kam lexuar disa herë, se edhe kryeministri jonë ka taku. Next. Sa lojtar ka një ekip voleybolli në fush? Kjo është triki, se nuk shoh voleyboll. Për voleyboll do të thënë 1, 2, 3, 4. Hajde po them 8. Mund të ketë edhe 7 fakt. Faleminderit. Respekt të gjithëve, po kaq di.